E konceptuar në letër që në vitet e 80-ta, por e realizuar vetëm pas 45 vitesh. Kjo është historia e një prej veprave më të rëndësishme publike të qytetit të Pejës, shëtitoria përgjatë lumit. Sot ajo shtrihet përgjatë rrjedhës së lumit Lumbardh, duke përshkruar pjesën më të madhe të qytetit. Nis nga fundi i qytetit dhe arrin deri tek hyrja e Grykës së Rrugovës, duke krijuar një korridor natyror e urban prej mbi 5 kilometra e gjysmë. Projektin e kemi punu në bashkëpunim me 3 profesorë të Universitetit Antwerpenit. Ata kanë punu me studentat e vetë që i kanë pas temat e diplomës. Edhe kryesisht ideja konë tyne edhe një arkitektit që kemi pas prej Suedis ka punu në komunën e Pejës, dhe më tonë është shkutu për punu. Kjo ide konë edhe ma hershme viteve 80-ta hapja e shëtitores Buzë Lumbardhit, po nuk ka marrë kurkush iniciativë për me hapë edhe me kry këtë shëtitore. Kur jom nisë me punu, shokët e mi të mirë, e të ngosht, kanë thonë, kryetari ka lujtë se kjo punë zbohet. Edhe na kemi fillu dhe më tonë prej kësaj pjesë këtu, kemi pas shumë problemet mëdha me shpronësime, me i spjegu njerëzve që është në interes tëne. Është kanalizimi i futun dhe më thonë 2 onte shëtitores për mi largu ujrat e zeza që i këto shtëpia i kanë pas në shëtitore, edhe jemi kujdes që dhe më thonë të armen kjo me i shërby qytetarve edhe lumi me qeni pastër. Dikur i ngulfatur nga ndërtimet e mbeturinat e shumta, Lumbardhi kishte humbur hijeshin e tij natyrore. Por sot pamja ka ndryshuar tërësisht. Shëtitoria nis nga ura e re, pas kombinatit të lëkur këpucëve, një projekt në ndërtim e sipër, që pritet të lehtësojë ngjeshëm qarkullimin në qytet. E për këtë transformim u deshën plot 10 vjet. Shëtitoria Buzë Lumbardhi është një projekt që ka fillu me u punu dhe është realizu brenda 10 vjetëve. Në vendin ku ndodhemi është pika ku ndërlidhet shëtitoria Buzë Lumbardhit me shtegun e Shëndetit. Dhe më thonë, ajo pjesa atje me ngjyrë të kuqe që i keni atë gardhin, dhe më thonë është rruga e cila e ndërlidh shtegun e Shëndetit me shëtitoren Buzë Lumbardhit, e cila në projektet tona ka pas një emër boshti i butë. Dhe më thonë, është një bosht që përshkron komplet qytetin, edhe i mundëson komësorve, biciklistave me shiju Lumbardhin edhe natyren Buzë Lumbardhit. Zvarritja 10 vjeçare e këtij projekti nuk ishte pa arsye. Procesi u ngadalsua nga negociatat me banorët për shpronësime, procedurat e shumta kontraktuale me operatorët, si dhe përpjekjet e vazhdueshme për sigurimin e buxhetit të nevojshëm. Ka pas probleme kështu të shumta tek shpronësimet, mandej tek realizimi i punimeve, është shku me faza, një pjesë rregullimi mas pari i murit, mandej kanalizimit, mandej kësaj shëtitores, dhe më thonë, ndonjëherë munges buxheti, ndonjëherë operatorët që kanë marrë punën nuk kanë qenë efikas për me i realizu punimet, po nuk kemi heqë dorë, dhe më thonë, çdo vjet kemi investu, tash po shihet që është bën veshja me gur si fazë finale e realizimit të këtij projektit, edhe po shihet që ka ndiku shumë në ekonomitë familjare, se ka nisë më hapë restorane lokale, edhe shohin tash gjatë rrugës që njerëzit e frekuentojnë shpesh këtë shëtitore, edhe kur të përfundon, dhe më thonë që kjo pjesë që se shëtitores deri tek ura e Zallit i ka diku rreth 1800 metra. Ndërsa prej fillimit qytetit e dek të ura në tranzit, ka me qenë një shëtitore prej 5500 metra. Ky
Ky projekt është tërësisht investim i komunës së Pejës. Për një dekadë me radhë, çdo vit nga buxheti komunal është ndarë një fond i veçantë i dedikuar për ndërtimin e shëtitores së qytetit. Janë disa projekte brenda një projektit, pjesa e këtij lumit ose murit ka kushtu diku një 1.300.000 euro, mandej janë faza, do të thonë disa faza e veshjes me gur, faza e kanalizimit, e kubëzimit kësaj, ka shku ndoshta diku rreth 3 milion euro. Komplet është për hyrave vetanake, do të thonë kur gjo këtu çka është punu, është jemi mundu me spjegu në bilem fillimet e punimeve që shkollat e mesme, kjo rruga e shtegu i Shëndetit edhe këto buzë lumbardit janë punu me hyra vetanake me tatimin pronë që e paguajnë qytetarët e komunës Pejës. Edhe këto urat që janë punu, një urë është punu me ministri, ura e bardhë është donacion prej Blerim Devollit, ndërsa këto tjerat i kemë punu na si komunë. Një nga sfidat më të mëdha që përcjell projektet publike, por që rrallë thuhet me zë të lartë, është hezitimi i banorëve për të pajtuar me shpërndësimet. Në rastin e kësaj shëtitorie, këmbgulja e disa banorëve për të mos liruar hapësirën e nevojshme, ndikoi në zgjatjen e procesit të punës. Me dikon kemi shku 6 muj, 8 muj procedurat, ka një procedurë që nga ka shku 6 vjet atje, ku kemi me vendos urën e automobilistike, do të thonë me një pronar aty kemi pas pak më shumë vështirësi dhe sa e kemë bo zgjedhjen, edhe tash kjo ona e Kapeshnicës gati që është në përfundim. E kem një shtëpi pa shpërndësume tek ura e Zallit, besoj që në procedurat e ma vonshme edhe ajo do të largohet, dhe kjo shëtitoria do më thonë do të jetë e hapun për qytetarët prej këtujit ku jemi të ez, deri tek ura që jemi të ndërmtu tek kombinati i Lekur Kusve. Atje tash veç kem fillu për me bo një shëtitore tjetër, është pak me ngusht se s'ka pas mundësi, mirë po këmësorët, dhe më thonë, kanë me mujtë brenda vitit tashëm me i hez diku rreth 4 kilometra, shtu shlirë në këtë onën që ka jemi të esna, me pas një pamje të mirë edhe një ambient mirë me shi. Edhe mi u shërby kryesisht për shëndet. Procesi i shpronësimeve për ndërtimin e shëtitores ishte një ndër pjesët më të ndjeshme të këtij projekti. Deri më tani janë arritur gjithsej 170 marrëveshje me banorët, të gjitha të përmbyllura me mirë kuptim dhe përkushtim nga të dyja palët. Për një pjesë të familjeve, zgjidhja më e përshtatshme ishte ndërrimi i pronës, ndërsa për të tjerët, kompenzimi financiar u vlerësua si opsion më praktik dhe i drejtë. Gjithsesi, ky proces kërkoi kohë, durim dhe dialog të vazhdueshëm. Kanë betë në këtë onën e Pohovcit edhe 3 shtëpia pa u shpërndësu, 4 në realitet, edhe në onën e Kapeshnicës janë edhe një 3. Është procedurë që po shkon në vështirë, tash pi këtij mujit më nuk mundem me him procedurat ndërimit, dhe më thonë një 5 muj dhe në zgjedhje tashme nuk ka procedura. Tek ura e Kuqe, si i thojmë na, kretë qytetarët e din ura e Gegajve, ajo shtëpia e bardhë është shpronësu, edhe besoj që në mujin tjetër do të renohet. Është për me u kriju një hapësinë e gjelbërt aty që e kemi kriju dhe e shini që ka një shtyllë dhe një dalje në shëtitori. Për me mujtë me pas shëtitore kështu tamam të shliruar, do të thonë ajo shtëpi është shpronësu, në realitet është bo me procedurë të ndërimit, edhe mandej kemi krijuar një hapësinë e gjelbërt, tash kur shkojmë atje e shohim edhe atë hapësinë se jemi mundu mi kriju dhe do hapësina të gjelbërta në 2 anë të rrugës. Është dash drejt për drejt, sepse nuk qytetarët dojnë me pas punë veç me kryetarin edhe me ta me i kry punë. Diku kem shku me shpronësim, diku me ndrim, kryesisht një pjesë të madhe e kemi kry me ndrim prona. Është procedurë që merr kohë edhe ka kërku shumë
energji për me realizu, po kemi mbrime e kry, tash jo diku për mbi 120 prona që i kemi ndru, edhe ndoshta një 50 janë shpërndësu. Dal nga dal e kanë pas që është edhe një interes tëne. Ka qenë tash në fillim vështirë me u bin njerëz që kjo ka mu realizu. Kanë thonë kjo 50 vjetë që realizu, po dhe me realizu tash te. A tash kur e kanë pas që kjo ka mbrimë, më thonë, mështë mbet veç edhe një 120 metra ka ona për povësit pa u përfundu shëtitoria. Më thonë, janë të vetëdijshëm që kjo punë mos u ndalet. Edhe ka një farë kooperimi edhe ofrim qytetarëve për me i realizu këto projekte. Më thonë janë diku një 70 dhe 100 metra që po vazhdojnë shëtitoria deri të kjo ura e 4. Këtu kanë betë edhe 3 shtëpia si shpesheni që kjo e para në balë, edhe ato 2 janë një shtëpi mbas sajna që duhet me i shpronësu. Po besojmë që vitin tjetër kryet kjo procedurë dhe më thonë që tu kanë betë 110 metra që kjo shëtitoria me mujtë me vazhdu dhe mu lidhë me korzet. Në tonën tjetër përsheni dhe më thonë që është e qelun komplet shëtitoria edhe po vazhdojnë. Këto shtëpia këtu që i përsheni për balë, dhe më thonë i kemi shpronësu 4, veç 2 që aty kanë betë pa u shpronësu, edhe me këto kryet edhe një pjesë e gjelbrimit në tonën tjetër. Këtu është një gjelbrim që i përsheni të përmendorja e Marie Shlakut, ajo gjelbrimi vjen deri te ky keri këtu. Edhe mandej nonën e kundërt prap një që si hapësinë e gjelbër rreth 20 ari, 25, dhe më thonë gjelbrimet vogla që kanë me u shërby banorëve për gjatë ditëve të verës në nxehtat në mbrëmje me të qëndruar me i shfrytzu për fëmijët e tyre edhe për plesht. Është shëtitore që po, dita ditës ma shumë frekuentohet edhe ka qarkullim të jashtëzakonshëm të njerëzve, dhe më thonë sidomos gjatë orëve të mbrëmjes kur dalin ose në mëngjes për me ecë. Po shfrytëzohet tash si shëtitore që shërben njerëzve për shëndet. Një tjetër veçanti e kësaj shëtitorie janë 6 urat shumë ngjyreshe që shtrihen mbi Lumbardh, duke lidhur lagjet Kapeshnicë dhe Puhovc. Secila prej tyre me ngjyrën dhe stilin e vet i jep karakter dhe jetë kësaj zone, duke e kthyer shëtitjen në një përvojë të veçantë. Ai arkitekti që i ka punu projektin e urave ka kërku që me qenë të identifikueshme në bazë ngjyrës, e jo me uqit fare emna kështu të urave, po dhe më thonë se cila ure ka veç mu identifiku në bazë ngjyrës që është e lypë. Janë të punume me ngjyra, kjo është ura e gjelbërt, pe i këtu e shojmë një urë të vjetër që e ka emnin. Dhe më thonë është ura e gegajve. Kretë qytetarët e dinë që aty është ura tash që e shojmë prej kësaj, është ura e gegajve. Më thonë ajo është ure vjetër, kem punu veç në rrethoje, kështë përndrysh është ajo ura që ka qenë para 6-7 vjetë. Ka qenë ideja që qytetarët me mujtë me qarkullu sa ma shumë, dhe më thonë për para Lumbardhi ka mujtë mu kalu vetëm te ura e gegajve ose te ura e zallit, që shqojnë. Nërsa ideja ka qenë që diku çdo 200-250 metra me pas edhe një urë për kamësor. Më thonë, këto janë kryesisht urat kamësorëve për me mundësu qarkullimin mes Kapeshnicës edhe Saatkurës. Ky investim ka sjell edhe gjallërim ekonomik, duke mundësuar hapjen e bizneseve të reja për gjatë shëtitorës. Njëkohësisht ajo është shndruar në një pikë lidhëse të natyrshme dhe tërheqëse me turizmin e Rrugovës, duke zgjeruar përvojën turistike nga zemra e qytetit deri në hyrje të bjeshkëve. Besojnë që të tarmen dikush do të mbaroj edhe far hosteli ose hotel, edhe është një mundësi e mirë për me promovu edhe
shëtitoren edhe shtegun e shëndetit edhe pjesën tjetër që i kemi të vijave ferata edhe zipline. Dhe më thonë është një kompleks që për me vizitu penë bile me qëndru 2 deri 3 ditë. Për çdo qytetar që e do ecjen e qetë, hapat e parë mund t'i nisë nga ura ku shëtitoria fillon më e ngushtë. Prej aty mund të vazhdoj përgjatë lumit, përmes zemrës së qytetit deri te sheshi. Në këtë shëtitje nuk e pengon asnjë veturë dhe shoqëron vetëm rrjedha e qetë e Lumbardit dhe gjelbërimi përreth. Rruga çon deri në Puhovc, ku ecja mund të vazhdoj edhe në anën tjetër, në përlagjen Kapeshnic. Disa hapa me tutje është ai që njihet si shtegu i shëndetit, një rrugë e njohur për relaks dhe freski. Prej aty kalohet afër vendit që pejanet e njohin si tepishinat. Ndërsa shtegu përfundon me një pamje të veçantë në fundin e shëtitores që mban emrin Tesharra. Është njëni për projekteve më të mëdha ose ndoshta ndër 5 projektet e mëdha që i kom punu, domethënë. Jam mundu gjatë karrierës si kryetar me punu shumë projekte të vogla të mesme. Ky është njëni prej 5 projekteve të mëdha. Domethënë është konë sfidus me u punu, se është dashur tash edhe në fillim me u marrë me shumë njerëz, me bo planifikime, me bo projekte për gjitha sendet që janë punu. Edhe normal që ndonjëherë që kemë qëllu komplet projektit është dashur me riintervenu. Mirë po besoj që në fund shtatorit shtrati i lumit ka me qenë i rafshum, ka me pas diku gur si ky që është për me rujtat pamjen e vjetër që e ka pas, edhe normal kjo është domethënë projekt i madh që llogaritet, projekt jetësor mund me quajt, një vepër që në qytetin e Mpes ka me mbet sot ekziston ky qytet. Domethënë është projekt i madh, e një më i madhi që kona jalase është realizu, jemi të shpresu që ndoshta mundet me u realizu në tarmen, po këto 5 projektet e mëdha domethënë janë të realizuar. Një tjetër projekt i viteve të 80-ta, për të cilin komuna e Pejës bëri përpjekje të shumta për ta realizuar, është Borea. Megjithatë, realizimi i tij u ndalua me arsyetimin e ruajtjes së ambientit.